Thot interesant, thot e kum dasht, e kum marrë gruan, e jo martu, thot tash si ty në shpis më e shëf. Edhe për gjëra të imta, pse le këtë gotë këtu, se le këtu, fillon debati, edhe fillon polemika dhe Deljoni prej shtëpis largohet këtë për gjëra të kota. Më falë, se këtu e ndoshtë të diskutua ekzistojnë as ekzistojnë. Se ekzistojnë, po flasë nga këndvështrimi islam. Kjo nuk ka debat fare, se ekzistojnë. Edhe jënë, më thonë, smundjet që mjekësia bashkohore në tonë nuk ka qasje. Po e zonë mësyshi, ose gjindosja, demonet që përmeni doktori, ose magjia. Këtu nuk kini mjekë, kërkun botë, asë në botën islame nuk kini mjekë që ta shkun një recept dhe përdori që ta analgetika, apo përdori që ta antibiotika, apo diçka të ngjajshme. Mirë po tash, në du të me ullë edhe me sëqaruë, që shpoj sëqaruëm në për gjamia, du të me sëqaruë edhe në për studio, s'ka gjatë keqe, edhe me i pa, që është sehri, definicioni, si ku në shkollë, ku mësohet, me drese, edhe pastaj shenjet e sehrit, edhe shenjet e personit të prekur, nëse i ka qito, Të shenja dhe ishta mundalë, hoqë, cilat janë ato? Shenjat janë të qarta. Magjia se vetë fjala seher është me ndryshue një gjë që është reale në një gjë që së është reale. Do më thëmë, realitetin të bon jo realitet. Jo realitetin të bon realitet. Shumë tri ka që telefonojnë edhe treja. Thët interesant, thët e kum dasht, e kum marë gruan, e jo martu, thët tash si ty në shpis më e shëf. Kjo është shenja e parë që i prekun prej magjisë. Se s'ka arsye për mos me dasht. Ose një pjesë, e këpo kur janë bashk, janë sikur armik, burë e gruja. Edhe për gjëra të imta, pse le këtë gotë këtu, se le këtu, fillon debati, edhe fillon polemika dhe Deljoni prej shtëpis largohet këtë për gjëra të kota. Pse? Sepse magjia që shtetë Zotin Koran. Walakin e shejatine keferu ju allimune në nësë seher. Shejtanet, djajt e malkuar, kanë bërë mohim Zotit, duke mësuar njerëzit sehrin. Edhe në kaptinën më të gjatë Kur'an, surën El Bekare, Allah i madhruar të regon që mund me pas edhe pasoja. Po jo të çdo njani. Se magjistarët, në bashkëpunim me shejtanët e malkuar, synojnë për shembull me ju bo kesh 100 personave. 99 nuk kanë sukses, me një kanë sukses. Atëherë Zoti në Kur'an çka thotë? U mësoj njerëze ato të keqen, derisa ka raste, wa yufarriquna bayna al-mar'i wa zawji, derisa ka raste ndajnë edhe burrin dhe gruan. Plot raste ki në Kosovë, që kur e pyet pse e ndodhet nuk e di. Kur e pyet burrin pse e ndodhet nuk e di. Sa kemi qenë bashkë sikur armik. Mas jemi nda, çka shkojnë e promovojnë njëri tjetrin. Bile në studio tuaja i shoh disa gra të divorcuara, aq bukur e paraqesin ish burrin, ose burri aq bukur e paraqet ish gruan, thëm nga një herë, edhe one që 33 jetë martes, me provu një herë mund, ose po kënaç ka njeriu, po dëse pe promovoj njëri tjetrin, dyqysh pe paraqesin të mirë, pe paraqesin të suksesshëm, pe paraqesin krejt, po pse si e bashkë me ta? Shumë është korrekt. Po do të thonë se këto dinamika të martesës indirum hoq që janë pak më të ndryshme. Tash ata dy pse ndonë, nuk do të thonë ata me shkunë për studio televizive, edhe me u shoh ose me ofendu ose martesa, ka tjera dinamika. Nuk do të me paraqit as bukur. Po, mos e përmend hiç, ti s'ka nevojë me na promovu se ashtu kështu, jemi një shtet që prej 2000 deri 2025 grafika e shkunërzime është në rritje. E tash ti mos i promovoj me kallëzua që mirë, se po mos ma futat bindja asnjëherë se mi pjekun, ama adoleshentëve, disave që kanë probleme të lehta ku ta diun. Po e kuptoj pikën e ju, po ata ai nëse u nda për çau me gruan e caktuar, nuk po di për kën konkretisht e keni fjalën, nuk do të thonë që ai është profesionist i keq, ai ka mujt me çam burri keq, gjë që ata sigurisht ata si janë për shtatë e ka artë ndarja.